Policia e shtetit ka finalizuar një tjetër operacion të rëndësishëm në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar, duke vënë në pranga shtetasin shqiptar Kamer Duanxhiu, 44 vjeç, i kërkuar prej vitit 1999 nga autoritetet italiane. Duanxhiu ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe dënuar nga gjykata italiane me 30 vite burg për veprat penale, vrasja e mbetur në tentativë dhe vrasja në rrethana cilësuese, ngjarje të ndodhura në vitin 99 në qytetin e Astit në Itali. Prej vitesh i fshehur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai ishte lokalizuar dhe arrestuar më herët gjatë këtij viti në Florida, fal bashkëpunimit të zgjeruar mes Departamentit të Policisë Kriminale dhe Fast Albanias. Pas procedurave të koordinuara ndërmjet agjencive ligjzbatuese, Duanxhiu deportua nga SBA drejt Shqipërisë me një fluturim charter më 19 nëntor 2025. Në momentin e mbërritjes në aeroportin Nën Tereza, ai u arrestua nga policia e shtetit në zbatim të urdhrit të arrestit ndërkombëtar dhe kartelës së kuqe të Interpolit, lëshuar nga autoritetet italiane. Duanxhiu pritet të ekstradohet drejt Italisë, ku do të vuajë dënimin 30 vjeçar.